Santi Çovekolju Care dojnë sega preku slikuvanja të natyrës. Besimtarët ortodoks po festojnë festën e madhe krishtere Pagëzimi i Zotit, dita kur përkujtohet pagëzimi i Jezu Krishtit me ujërat e lumit Jordan. Për këtë arsye kjo ditë shënohet me rite ku klerikët hedhin kryqin e ujit të lumenve ose liçeve, ndërsa besimtarët hidhen për ta kapur atë. Në lumin Vardar, ndërsa 24 vjeçari Darko Mitrović ishte ai që arriti të kapë. Martin Goxho e kapi kryqin në Ohër, ku e pranishme ishte edhe presidentja Gordana Siljanovska Davkova, e cila uroi festën e madhe. Ова е нешто што не прави посилни, не прави подобри луѓе, не прави подобри верници. Бидејќи да, ова е моментот кога Бог се јави у тоа во сите своји три лика. Kryeministri Hrisjan Mickovski theksoi se uji i bekuar sjell një mesazh të fuqishëm për besimtarët, guximin dhe gatishmërinë për të ndjekur rrugën e drejtë dhe kur ajo është e vështirë. Uji i bekuar është festa e zbulesës, e pastrimit dhe e përtëritjes, dita kur uji, si burimi i jetës, na kujton nevojën për pastërti shpirtërore dhe morale. Qoftë Epifania, uji i bekuar të na sjell forcë shpirtërore, durim dhe urtësi. Urime për festën erdhën edhe nga kryetari i Kuvendit Afrim Gashi. Kjo festë sjell mesazhin e pastrimit shpirtëror dhe shpresës, duke na kujtuar rëndësinë e bashkësisë dhe përkujtimit në ndërtimin e një shteti të përparuar dhe të drejtë. Besimtarëve ortodoks u uroi që kjo ditë t'u sjellë paqe të brendshme, ndërsa në shtëpitë e tyre shëndet, mirëqenie dhe qetësi. Kryetari i opozitës LSDM-s Venko Filipçe, i cili mori pjesë në hedhjen e kryqit, po ashtu me urim për festën e madhe. Na momчето кое што и годинава исто како и лани го фати крстот, му посакувам многу успех и среќа оваа година. Тоа што скокна во ладните води на Охридското езеро е доказ за една голема храброст, голема умствена и телесна сила. Urime për festën u përcollën edhe nga një numër i madh i ministrave, përfaqësues të partive politike, si dhe përfaqësues të bashkësive fetare në vend.